të kujdesemi pak për veten tani dhe këtë po bën Eva, unë përtoj kaq shumë që të bëj maska. Eva është një çik më ashtu, nuk përton kaq shumë, unë o zot. Nëse tani e jani t'u tregoj një çik se si e përgatiti me vaj ulliri, limon, sheqer të zi, pak mjaltë i hodhi tek kjo maska që do ta përdori për të pastruar fytyrën. Duhet të bëj masazh të lehtë 2-3 minuta, jo shumë forte që të mos e dëmtoni fytyrën, edhe pastaj do vendosi një nga këto maskat që duhet të rrije një 5 minuta, 10 minuta, nuk e di sa e kanë këto, nëse e shkruan nga lartë se sa duhet të rrish me to, që të bësh kështu si fandazëm e vogël, atë ke qenë motra, mos u mërzitë, që të thash fandazëm të vogël, shumë e bukurie, po të ke qenë motra, u rinj ndënjë një çik, po tani ja vlen rezultati siç mund të shikoni, shkëlqen fytyra, edhe flokët që janë si të arushit, do t'i drejtoj pak tani, bravo të ke qenë motra, i bëri edhe flokët, do vishe tani që të dali xhiro, u vesh. Një yll i vërtet jetë keqen motra, ja vlente maska që bërgatite për fytyrën edhe 3-4 orët që u more me veten tënde, po ja vlen. Ciao.